Tani, flasim pak për frenat e dorës së gjyshërve. Si do t'i bëni me frena dore? Kemi dy momente. Po. Ne po trajtuam një moment të një gjysheje, do me thënë të një vjerre me nusen, me ish nusen. Dhe kjo është një gjë. Dhe normal që këtu gjëmbat e i rishit shpojnë shumë. Po, Edmondi s'po e dini fare klasi. Po, do flasim fare, Edmondi. Kurse vjerra me nusen që gjende në një familje, le të themi, aktive, një familje normale, edhe ato janë Schopenhaueri, për shembull. Schopenhaueri është i madh, ti e di, Ornella, që unë i kam qef këto historitë. Po. Schopenhaueri tregon për marrëdhënie njerëzore problematike, tregon historinë e dy i riqërve. I zuri i shiu dy i riq, edhe u futën në një stre. Ajo strea nuk i mbante të dy. Dhe tani u mundoheshin i riqët, njëherë shtrëngohen, afroheshin me njëri tjetrin, kur afroheshin shponin njëri tjetrin, kur largoheshin lageshin, dhe lëvis njëri, lëvis tjetri, kaloi një farë kohë që ata gjetën një farë ekuilibri, një farë distance me njëri tjetrin, që dhe nuk shpoheshin, po dhe nuk dilnin jashtë stres që të lageshin. Kjo është nusja me vjerën, dhe më. Nusja me vjerën, kështu e kam marrë. Kalon një farë kohë që gjën një ekuilibër komunikimi. Bien gjëmbat, Mondi, bien gjëmbat. Jo, po në kushtet tona, Po frenat e dorës, Mondi? Atëre, në kushtet tona, po them dhe njerë, frenat e dorës janë kollaj, se në fund fare kanë kilometra që duhen ndruar dhe ndrejqet ajo punë, dhe gjindet një ekuilibër. Në kushtet tona, nuk janë gjyshi dhe gjyshja që ndërhyjnë në jetën e çiftit. Është çifti i zënë me punë gjithë ditën, që e bën detyrim për caktim angazhimin gjithë ditën të gjyshit dhe gjyshes. Pra ne du të marrim kushtet tona këtu në Shqipëri. Kjo gjë i rjetëson ata, por... Pa tjetër i rjetëson, po ju jep dhe një farë të drejtet prindërimit, po ta them. I ngarkon dhe me një autoritet të cilin ata parimisht nuk duhet ta marrin. Nuk duhet të ushtrojnë se s'bën autoritet në prindrit. Dhe prandaj ngatrohen ato mendësit e edukimit fëmijëve. Nëse qifti... Po kush ka faj për këto, do më dhe nuk në është për mirë shpjegimi... Për këtë ka faj, po ta them dhe njerë, për këtë ka faj dhe koha në cilën jetojmë. Ti eshe sigur dhe janë të dy në punë gjithë ditë. Po duhet këtë edhe raste tjera, se ne morëm vetëm një negativ. Atere, norma e prindërimit gjyshërve është më tepër detyrim për gjyshrit, është më tepër ngarkesë për ta, dhe norma në Shqipëri është detyrim, nuk është sa ata e bën me qef. Gjyshi dhe gjyshja me qef bën 1 orë, 2, 3, një të premte të shtunë djelë, po nuk bëjnë gjithë javën 7 ditë, fund fare s'kanë dhe fuqi. Pra sot, nevoja imediate e mbjetesës, së pjesës më të madhe të popullit shqiptar, që vjen për shkaq që ne gjithë i dim, po s'ja vlen t'i përmendim këtë emision, ka sjell riprindërimin e dytë të gjyshrave dhe gjyshrave. Dhe këtu pikrisht këtu themi ato që nuk është se ka konflikt, po ka çedukim. Pra konflikt të gjyshrave... Çedukim të kujt, të prindërve të rinj? Jo, të brezit të ri. Pra, të nipër dhe mbesave. Sepse ata... është çedukim apo shmangje përgjegjësie? Ose për shkak të ngarkesës janë shmangur përgjegjësie?